حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالإمام الطحاوي رحمة الله عليه: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. Imani apo definicioni imanit është të besuarit në Allahun e madhruar, në melaqet e tij, në librat e tij, në pejgambert e tij. Pastaj në ditën e gjykimit dhe në kader, i mirë dhe i keq, i ëmbël dhe i idht, krejt është prej Allahut të madhruar. I kemi cekur edhe më herët, gjithçka i ka cekur Imam Tahaviu edhe më herët, se këtu janë shtyllat e imanit. Për të cilat imani është i mangët, gjithçka i papranueshëm. Për ajeteve të shumta dhe hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, kemi kuptuar se këtu janë shtylla pa të cilat imani i njeriut nuk pranohet. Në disa prej këtyre shtyllave besojmë në përgjithësi, siç është çështja e pejgamberëve të hershëm. Veç me besu që ka pasur pejgamber na mjafton. Me pas një vërir aty në shtyllave, sa do pak dhe me besu. E me besu pastaj disa në përgjithësi, po disa shtylla apo pjesë shtyllave në veçanti. Si për shembull, çështja e Kuranit, libër për librave të shejta, po edhe çështja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çështja e besimit në pejgamber të Zotit, që hyn në radhën e zinxhirit gat pejgamberëve të Allahut. Nuk mjafton besohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në përgjithësi se ka një pejgamber me emrin Muhammed, i dërguar i Allahut, le të jetë edhe i fundit edhe kaq. Kjo mjafton për pejgamberët e mëhershëm, se kjo është besim në përgjithësi, ndërsa për pejgamberin tonë nuk mjafton. Por dohet edhe me e dashtë atë, po mirë me dashtë edhe të tjerët, po dohet edhe me madhrua sunetin, traditën, fjalët e tina. Dohet me punu me to. Dohet me konsiderua ato pjesë të shariatit tonë, se fjala e tina për neve është ligj. Dhe kështu me radhë, po të njëjtën gjatë që është e Kur'anit, nuk mjafton të besojmë se Kur'ani është libër i Zotit, që është thash edhe kaq. Por se Kur'ani është libër për çdo kohë dhe për çdo vend, për çdo stat, për çdo moment, për jetën e njeriu të krejt. Dhe se urdhëresat e ndalesat e Koranit janë ligj për ne, dhe se do të punojmë me Koran, dhe se krejt jeta jonë, po edhe unë jonë, e nefsi jonë, do t'jenë nën vullnetin, dëshiren e Koranit, po edhe ta të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Do të njohim farzët e cilat dalin prej Koranit, haramet të cilat dalin prej Koranit, ka shumë sene. Pra, i besojmë një këto shtylla, të cilat
i ka cekur Allahun Kur'an në shumë vende. Po i ka cekur edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bile u mësojmë fëmijëve që nga vëgjlia, se këto janë shtyllat e imanit. Për haditheve që i ka cek, këto shtylla është hadithi Gjibrilit alayhi salam. Ashtu është i quajtur hadithi Gjibrilit, sepse Gjibrili ka ardhur në formë të njeriut, të një katonare për beduini, dhe e ka pyetur pejgamberin alayhi salam për bazat e dinit në prezencë të shokut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që ka thonë Muhammed, tregom ti mua për islamin, e pejgamberi ka thonë, islami është të dëshmosh se Allahu është një dhe se Muhamedi është dërguar i tij, të falësh namazin, të japësh zakatin, të agjërosh Ramazanin, edhe të bësh haxhin nëse ke mundësi. I njëjti thot, pa, tregom tash për iman, për besim. E thot, besimi është besosh Allahun, me lasjet e Allahut, librat e Allahut, shajta, pejgambert e Allahut, ditën e kiametit, apo ringjalljen, ka danë dhe ka derën, që ka dhe që vjen prej Allahut, të bareke o ta'ala, mirë se vjen. Dhe pasaj thot, tregom për mirësin e pejgamberi, thot, mirësia apo ihsani që quhet ashtu në shariat, është të adhurosh Zotin sikur se po e shef. E kjo është shkalla më e lartë, nuk diskutohet. Shkalla më e lartë të devotshmërisë, të adhurosh Allahun sikur se po e shef, e nëse tjetër nuk e shef, në realitetet nuk e shef, atëherë dije se ai të sheh ty. E bie ke njëjtë. E bie njëjtë. Pra, këtu janë shtyllat e imanit dhe këtu janë shtyllat e islamit. Mund të bie pyetja, sepse shtyllat e imanit kemi folur gjatë për to, për secilën, sepse shumë herë i përmend vende të ndryshme Imam Tahaviu, por këto është një çështje apo një pyetje e cila mund të parashtrohet. Po themi se këtu janë shtyllat, bazat e islamit, bazat e imanit. Mirë të bazat e islamit. Po ne e dim se Allahu i madhruar na ka obliguar neve me shumë obligime shumë farse. Se cila prej tyre është bazë prej bazave të shariatit. Se cila prej tyre është fundament prej fundamenteve të dinit Zotit. Për shembull xhihadi fi sabilillah. Kur armiku sulmon vendin tonë, ti e ke farz me luftu, edhe themi se është bazë për bazave të shariatit. Respektin ndaj prindërve është bazë për bazave të shariatit. Respekti akrabave dhe të afërm përgjithësi është bazë për bazave të shariatit. Të gjykuarit me drejtësi është bazë për bazave të shariatit. Rujtja e emaneteve, çurja e emaneteve në vend është bazë për bazave të shariatit. Mashtradhtia mes mashtrimin në shit blerje është bazë për bazave të shariatit. Dhe me dhjetra dhe qindra baza tjera, se cila bazë me e fortë të shariatit. E pse nuk themi se ato janë shtylla të islamit, por veç këtë 5 shtylla të islamit, 6 atje të imanit, pse është 5 shtylla të islamit? Çka më thonë për tjera, pse mos më kanë edhe tjera? Përgjigja ndoshta më e mira do të ishte, kjo është me rëndësi për ta kuptuar, sepse njerëzit mendojnë nganjëherë se që Islami ka ardhur vetëm për namaz. Dhe Zoti që këtëri jafti kushtet dhe shtyllat e Islamit,
i shef se janë prej shahadetit deri në haqë. Nuk ka të respekt ndaj shtetit, respekt ndaj emirit, ndaj kalifës muslimanëve. Nuk ka të kërkimi dijes, që është bazave të dinit, të Allahut. Nuk ka të kontributin ndërshoqëror dhe vllazëror mes veti. Nuk ka të punuar për një ekonomi gjallë, të fortë dhe një politikë të shëndosh, dhe një ahlak dhe një moral dhe një etik të fortë dhe të shëndosh. Nuk kanë këto baza, këto 5 shtylla, në realitet se është bazë në veti. Po pse si ncekur këto? Ndoshta Allah alem se nuk e ncekur, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë këto janë 5 shtyllat e Islamit. Mirë, pse ka ardhur Islami? A nuk ka ardhur që të kërkon për individit që të nënshtrohet me krejt qenjen e tij, se Islami të thotë istislam, nënshtrim, dorëzim, vullnetit Zotit. A nuk ka ardhur me nënshtruhe vullnetit të madh të Allah me tërë qenjen tënde dhe me qenë i lidhur me Zotin për çdo moment, natyrisht për oskurie fjetë të tjerë, deri në vdekje. Dhe se Islami dënë për si cilët individ jetë qështo. E këtu 5 shtylla janë individuale, ku se cili veç e veç i nënshtrohet, i dërzohet, të madhet Allah Azza wa Jall dhe lartë madhërisë ti i përkushtohet me çka ka krejt. E kjo është sinqeritet, që ka thonë Allahu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Nuk janë urdhëruar ndryshe, vetëm të adhurojnë Zotin mukhlisin të sinqert, se cili veç e veç. Mirë, s'kuptu më bëllë, nuk është sharu sa dohet, sharuat shtash, çështja tjetër për ballë, e sharën këto, shpresojmë, për deri sa tash, krejt shtyllat e tjera, krejt farzët e tjera që ka kanë ardhur në jetën e në këtë dynja, gjatë jetës e njeriut, janë për nga konteksti i plotësimit të këtyre 5 shtyllave. Për nga konteksti i interesit të përgjithshëm të dynjas, dhe sikurse i bie, ato me qenë të ndërtuara mbi këto 5 shtylla. Gjihadi, respekti prindit, të tëna që cekëm me heret. Sikurse me qenë të ndërtuara mbi këto 5 parime, se krejt muslimat në dynja e dinë dhe janë të bindur ata që sa të pak ka një hori fetare. Se, nëse personi ka këto 5 shtylla, vetët më fali, se për vetën e vetë, dhe më falë gjithë. Nëse ka këto 5 shtylla, por ndo një bazë tjetër atje nuk e ka ndo një farës, për shembull respektin ndaj prindërve, respekt ndaj të afërmeve, apo bën ka pak dallaverën shitblerja atje, apo ka ndo një ngjecje gjatë parimeve të dinit islam në jetën e vetë. Çka konsiderojmë ne se ehl sunnet dhe xhamat? Konsiderojmë se ai është mu'min, besimtar, por gjunahçar. Dhe kjo është konsensus. Dhe më thonë është në i di, mu'min, besimtar, por gjunahçar. E tani gjunahçar ka bo haram të madh, meriton me dënu Allahu, e fal, as e fal, me rëndësi është gjunahçar, por mbrana islamit. Pse ka këtu 5 kryesoret, po më rrët kundërtën, ai që nuk i ka këtu të 5-ta, mbani mend këtë. Si ka të 5-tat, por nuk tradhton, e nuk mashtron, e sillet mirë ndaj të afërmëve të vet, e let jetë ndaj prindërve, e ndaj shtetit, e ndaj shoqërisë. Dhe shumë çështje të mira që se i ka, që cila prej tyre veç e veç është bazë për bazave të shariatit. Çai kryen puna ti, te i madhi Allah, kur nuk e ka namazin,
kur nuk ka xhiran e njëri, kur nuk jep zeqata e njëri, atë është kur ka pasoni, dhe kur nuk shkon haxh. Kur ka mundësi e mbi gjitha nëse nuk bën shahadet atje. Çaj kryen punën aty. Po nëse bën shahadet, se ka këto tjera, shumë pak e hetë si kryen punën. Bile është drosh shumë e madhe, se ka dalë për dini krejt. Ka dalë për dini. Për derisa kërkush këtë dunja, nuk thot se ai që i ka këto të pesta, por e ka shkel ndonjë prej bazave tjera, cilave do të qoftë, që ka plot muslimon, 5 kohë namaz, por me vllahën e vet në start nuk flet, e ka shkel një bazë prej bazave të dinit Allahut. Në start e ka shkel një bazë ku shtyll të islamit e ka më hupër e ka shkel ai. Ballasht e ka shkel. Por themi se gjëna qarë me katar. Mirë, shkojmë edhe pak. Obligime tjera, farëz e tjera, se këtë din është i madhë, shumë është i madhë, e s'ka mundësi me përfundu dini Zotit me 5 shtylla. Së është shumë i cënguar atëherë, dhe në raporte shumë të ngushta, veç me krijuesin tënd. Çfarë feje është ajo e cila ka ardhur kaq ngusht, me një diapazon kaq të ngushtë. Nuk e feja ajo. Obligime tjera ose kanë ardhur nga kandi farz kifaje, si puna e xhihadit. Po, është farz e vërtet, por jo ai, është farz kifaje. Pse të kemë farz xhihadin, as djast, nështë as nesër, as mas nesër. A nështë se kemë kur sa t'jemi gjallë ne. Sepse s'bava kija sa t'jemi një gjallë, me ardhë armikën dhe me na pushtu vendin tonë, dhe me na maltretu e torturu e tjere. Po nëse ndodhe vjen armiku na pushton, na okupon vendin tonë, që shka qenë, atëre dhe thirrët për me dalë në luftë, i obligohet xhihadi apo lufta. Muslimon bile edhe atë, nëse një numër i madh njerëzve kryen, mund të pezullohet edhe nga të tjerë. Apo urdhresa për të mirë, ndalesa nga e keqja, daveti. Është farz kifaje. Nëse një pjesë e shoqërisë e kryen këtë farz apo atë, bjen nga të tjerë. Ose është çështje të cilat kanë të bëjnë për shkak të njerëzve bijve të ademit. Po për shembull, ose për shkak të pushtetit, dohet me gjyku drejt. E pse së gjykohet drejt në shtetin tonë, edhe pse ka për korrupcion shtetin tonë, edhe pse kesh përdorët pasuria shtetërore, këto të na bazat dini që kelen, a jetë edhe në fajtora? Është për qatë pjesë që kanë qatë kompetenca dhe qatë autoritete, po edhe të nëse hip qatë jenalt, edhe ty tani të bjene, për ty bëhet bazë. Për derisa namazë e agjerimi nuk janë farz kifaje, nuk janë për një qëtëres, apo për një person, apo për një kohë të caktuar, sa ti është pushtet në të mërdhru për të mirë, dhe më ndalun nga e keqja. Apo, shtashen haket njerëzve, për shembull atje, lamja borçeve, kryerja e emaneteve që shtash, mos mashtrimi atë për ata që shesin e blenë. Po është për që ata nuk ka për mu, nësë kam që shes, s'ka blenë, s'kam kanë mashtraj. Se gjysa muslimanëve nuk shesin kur gjo. Vëç blenë, nuk shesin. Për të nuk kryen puna jo, aja mashtran se mashtran dikon. Dhe ta bojnë ata që shesin, po nuk shes kur gjo. Apo emanetet vend, ose kërkuj si ko marrë emanet, si me qënë vend ato. Apo respekti prindit, farz, me njëherë mas farzit Zotit, atje mas adhurimit Zotit. Po, e kur s'ka prind njeri pra? Bjen. Për kujdesin dhe jetimave, dhe kështu me radhë. Mirë, e që s'ka jetima? Jeta bashkërtore, obligim një anë dhe tjetërit, po mirë, s'martona heq. Apo i dëzgruja, dëzburës dhe martu heq. Raj obligim. Pra, me këtë ndoshta, kuptohet paka shumë se pse Islami është fokusuar në këto 5 shtylla e jo në shtyllat e tjera. Nuk kuptohet ke se Islami i ka anullu shtylla, i ka anashkalu shtylla tjera, asnjëherë, sepse pa to dynjaja është e brisht. Jeta në këtë ekzistencë pa ato shtylla tjera është e brisht, por ato vinë
si mbas pozites, vendit, kohës, situatës, gjendjes dhe kështu me radhë. Përndryshe, me to plotësohet dini, sikur sa të përëm plotësu se këtu 5 shtyllave, dhe të ndërtuara mbi këtu 5 shtylla, dhe këtu 5 shtylla, pastaj me të tjerat, është një islam i kompletuar, dhe është një musliman model, dhe një musliman i shkelqyshëm, që e kërkon Kur'ani dhe Suneti me pas si musliman, pra në shoqëri islame. Pjesën tjetër thotë Imam Tahawi, pra në fund aty kur ke fjala te kaderi, dhe besojmë kaderin khairihi wa sharrihi, hulvihi wa murrihi. E besojmë kaderin hajre dhe sharr. E ambel dhe jeth, po valla. Kish prej fund është e mirë, shumë Imam Tahawiut. E ambel dhe e etht. E ambel. Kader e ambel e kur ta cakton Zoti një punë të mirë. E ambel, e mirë, e dashur. E etht është kur ta cakton Zoti mund nda prej më të dashurit tënd. Ose me hub një pjesë pasionisë apo të shëndetit tënd. E etht është. Por është kader. Mirë. Khajrihi o sharrihi. Hajri dhe shirri prej Zotit. Psa bën Zoti sharra? Edhe kjo pikë është më rëndësi. A bën Zoti sharr? Gjithsesht. Sharri bën keq. E mira dhe keqja. Mirë e keqja i nveshet Zotit. Gjelle shanuhu. Apo nuk i nveshet Allahut. Ka thonë Allahu Azza wa Jall. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عندك كل من عند الله قل كل من عند الله. Nëse godet ata është fjala për jahudit, ndonjë e mirë, thonë, pe Allahut e kemë, për atë Zotin neve, ne jem në rrugë të Zotit, e tjerë me rëndësi, ja lojnë Zotit. Kur t'ja qenë së donit mirë. Po kur t'ja qenë pa thëtë Allahu, nëse godet atë ndonjë e keqe, që ka thojnë, thëjnë piteke në Mahamet. Ka për qëllim baksëz jeti. Shirën të pom t'yla. Që krejt, si rezultat, i jyti për në godosën e të këqia neve. E Allah për të thuaj, kull kullum min indillah. Thuaj, krejt janë prej Zotit tënë. Vazhdo në jeti, fema li haulai l'qawmi la yakadun yafqahuna haditha, e qka është puna ti popullit, i cili nuk i kuptojnë të parime, nuk i kuptojnë të sene të bazamite. Ma asabeke min hasanetin fe min Allah, nuk ka e mirë që të godet e që nuk është prej Zotit. Wa ma asabeke min sejjetin fe min nefsik, e nuk ka të keqe që të godet e që nuk është prej vetë vetës tante. E që ka bot ashtu. Njëjtin a jetë. Ma herë tha, thuaj, krejtjen për Zotit tëndë. Ko është në klapa e mira dhe keqja. Në fund të jetët pa thëtë, nuk ka e mirë që të godet e që nuk ka prej Zotit. Nuk ka e keqe që të godet e nuk ka prej teje. Këtu e keqja prej teje, atja e keqja prej Zotit. E që ka murve shke punë njëjtin a jetë, në shikim parë një kontradit. E jo, nuk ka. Por, fjala e qëllimi është se dhe nuk ka e keqe që të godet ty, e që nuk është prej teje, i bie, e që nuk është prej Allahut, për gjunahin tënë, dhe vetë vetës tënë, dënim për ty. Kështu dhe të me thonë. Që shka thonë Imam Abdullah ibn Abbas radiallahu anhum tafsir të ajeti kuranor. Për atë arsye Allahu Azza wa Jall ka thonë në Kur'an: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Nuk ka bela musibet, pra ka dërreth që të godet e që nuk është rezultat e gjunaheve tua, pra që ke bët ti, është prej Zotit për gjunahet tua, që ke bët vetë vetës tënde, dënim për ty. E unë e kam shënu atë. Allah ta ka shënu, që ka Abdullah ibn Abbas, wa ana katabtuha alejke,
ti e ke lyp e unë ta kam shënu. Unë ta kam shënu, ti e ke lyp. Pra, punët e mira të kadirët, është fjala, gjithmonë i përkaset madhet Allah. Pra të arsye, gjithmonë është parimi muslimanëve. Çdo e mirë, çat gadet, më thonë, për Zotit kam. Zoti më ka thënë. Krejt. E mira dhe vetvetes tande që ka thënë Zoti, por të mirën që ja bën ti dikujt tjetër, prap thuj Zoti ka thënë. Zoti ka thënë. Pe Zotit është. Sepse edhe fuqia jote, edhe aftësia jote, edhe vetë menduarit tënd për mi bo mirë dikujna. Jenë krejt për Zotit, nëse ke ndihmuar para, janë për Zotit, nëse ke ndihmuar fuqi fizike, është për Zotit, nëse ke ndihmuar mendin tonë me ide, prapë janë për Zotit, këtë Zotit janë ato. Edhe veç shtyrja, vullneti për me të ndihmuar dikuj mirë, është për Zotit. E të mirat i lehen, të madhet Allah, të bareke wa ta'ala. E të këqijat nuk i lehen të madhet Allah, i lehen vetë vetës tante. Ani pse, Allah i madhruar është ai që krijon të keqen. Sepse keni kujdes këto. Unë speceki, por Imam Tahavija ka synim se ka për fraksioneve të cilat i ka ndallu këtu sene, ka thonë Allah, nuk krijon keq. Pra nuk krijon vepra. I krijojmë ne, e krijimi i veprave të mira dhe të këqija, prej dikujt tjetër pas Allahut, është kufër të ehlus sunneti dhe xhamati. Që krijon Zoti. S'ka sen që nuk krijon i madhi Allah, azza wa jalla, la ilaha illallah. Çdo sen dhe krijon Zoti. Por do të mi dallu pak atë, veç mi fut mikroskop pak kemi dallu, apo në laborator, thonë ka dalë se pak më ndryshe çështja. Edhe të mirët keqen e krijon, por të krijon të keqen, se ti e ke lyp, i ke bëzëllon vetë vetës ta në shtash pak më herë. Allahu po ta krijon, po ta çon, ta ka shënu dënim për ty. Me të ndeshku, me të qortu, me të këthi kështu më. Për atë arsye, pra e keqja, këthi po kem, nuk i veshje të Zotit, të bareke wa ta'ala, sepse Allah i madhruar keq nuk bën kur për jetë. Ja, Zoti vepron mirë. Zoti vepron mirë. E keqja nuk i veshët Allahut azza wa jall. Për të arsye pejgamberi ka thonë, sallallahu alaihi wasallam, në njërën për duave ti që ka kënu edhe kër ka hap namazin, mas të këbiret të filestar, wal khayru kulluhu bi yadayk, wa sharru laysa ilayk. Dhe hajri krejt është për durve tua, Zoti. Po sherri nuk ka prej teje. Akide imanu këtë tauhid, hajrë është prej teje. Pra nëse kam unë do një hajrë, shpirtin tem, vetën tem, pasunin tem, familjen tem, prej teje kam Zoti. Nësë jam kërkush. Po nësë di me dalu bas mirë as të keqe, mësë me deshte, nësë di me dalu. Se me mërmet edhe bëjt keqen të mirë të keqe. Nësë di. Krejtë kam prej teje. Wa sharru laysa ilayk. E shirë nuk ka prej teje. Ka për qëllim, ti o Zot, nuk krijon shërë të pastërt, krejt shërë, krejt keq. Por, edhe nëse ka ndonjë shërë që ti krijon, se s'ka sens se krijon ti, ka urtësi, dhe qaj urtësi është e mirë, pra pjesër është qaj shërë është i keq për kryt tatë, por në anën tjetër, Zoti ka kriju qatë shërë për një urtësi që ka një të mirë në që të ndoshta te se kupton ta një jetë. Ndoshta se kupton, as bëhet pa pas edhe në qatë shërë një urtësi pse Zoti ka qu. Pse Allahu edhe ta fërmin kur ta merë ty, për edhe smundjen kur ta qënë. Pse kur ta që smundjen, ka të këqia me thot dikuj, hajrë inshallah, ku hajrë dhe të menajtu në ratë. A i të se kuptan këto bazat shëriatët, se kuptan natyrës e si Zoti vepran me rëbë të vetë, i vje mërzi me thanë hajrë inshallah, Allahu s'pas të rëfë, i vje mërzi. Thot, o, smundja o shërë krejt, humbja damin, materiale o shërë krejt, a i nuk e din, se me qatë smundje, Allahu nashta
X urtësi i mshef në rte, që janë të mira për ta, pas pa dhe me kallëzu më rëzote se ka ligjit e veta, i ka. Po kë nuk e di. Ai nuk e di ndoshta se mos më ka në ratë, në spital apo në shpe, e kështë të këry dikon. Ja ish ka safit me dikon ish po kërsh. Me ka në rrugë, po do zotë me ka të shpia. Ai nuk e din se me këtë që është ratë, po do në zotë, mos me hi vetja në se nashtë atina, o kanë ka hin vetja në hoje, e me dalë për i dini nashtë krej. Ai nuk e din se nashtë kanë ka bënë gjënahe, sigur se të shka një shëndosh, e Allah e ka që smundje që edhe me desën bënë gjënahe, s'ka kohë, më marrë me të. Ai nuk e din se qatë shumë ka gjënahe, sa që me bu me i pato, tutet me rohet, e Allah për dënë me që smundje, për me spastru prej tyne, se për dënë me mshiru mes me që në gjenet. Ai nuk e din se për dënë Allah me spjegue, sa brentina, sa është i lidhëne, sa e dënë Allah në zë u gjel. Dhe hala shumë mërëci tjera. Pra Allahut keqet pastërt nuk krijon të bareke wa ta'ala, por për atë arsye nuk themi se e keqja nuk e breket Allahut, pra të keqen të pastërt këtë keqja nuk e krijon Allah, për ndryshe Allah është krijues i hajrit dhe krijues i sherrit, krijues i të mirës dhe krijues i të keqes të bareke wa ta'ala, por e keqja në veshet neve se ne jemi zakonisht shkaktar dhe sebeb që i bojmë zullum vetë vetë shka jeti koranor, se nuk ka bela më se betë që ju gëdet, e që nuk është prej durve tua, nuk pa thot prej vullnetit zot me të botë ty keq, me që më si betë, po prej durve tua, që ke botë të e ke lyp, e a i po ta qënë, po le tjetë edhe në dëshkim, mës pas asë një rësi tjetër, a i e ke që ta ka që zoti, mjaftën prej sajtë në zirët, që ta lash një pjesë të gjënahit këto, para se me dalë, para të madhët Allah Azza wa Jall, e dënimi dynjas, përbalohet e dënimi ahiretit, nuk përbalohet, apo nuk durohet. Allahu na bëh për atyre të cilët e kuptojnë hakun hak, edhe punojnë me te, edhe punojnë, e kuptojnë shtramtën, të keqe, dhe largohen prej sajna, Zotë e din më së miri, wallahu alem, wa sallallahu ala sejdina Muhammed, wa ala alihi, wa sahbihi, wa sallam. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. أكبر فوق كيد